me që e njeni botën arabe, edhe keni qenë edhe ambasador atje. Në fillimet e pavarësisë Kosovës shpesh, pa edhe tash kemi lloj komente të tilla se arabt ja nuk më njohin Kosovën, ju arabt s'pe na njehni Kosovën kështu. Si e kishe komentuar këta? Po, rrethonat janë të ndryshme. Mos pari, domethënë, bota arabe kam pas një raport shumë të mirë me ish Jugosllavinë e Titos. Këto do të mos me harru, sepse është një baza e parë e raporteve politike dhe diplomatike mes ish Jugosllavisë me shtetet arabe. Domethënë, kur pakti i NATO-s në anën, pakti i Varshavës në anën tjetër, Jugoslavia ishte një shtet që nuk kishte as në NATO as në Varshavë dhe ishte bashkë me Nehrun e Indis dhe Nasserin e Egjiptit e bën paktin e shteteve të pa inkuadruara. Kjo ishte fitoria politike e Titos më e madhja dhe të gjitha shtetet arabe pa dallim, të cilat ishin pjesë e paktit të shteteve të pa inkuadruara, kishin investime të mëdha në shtetin e Jugosllavisë atëherë, por edhe prodhimet ishin mjaft të njohura, prodhimet jugoslave në shtetet e vendeve të lindjes. Kur filloi shkëputja edhe prishja e ish shtetit jugoslav, domethënë secila republikë filloi me gjetë pozitën e vetë dhe shpallën pavarësinë, ashtu edhe te rasti i Kosovës, megjithatë trashëgimtare e ish Jugosllavit mbeti Serbia. Raportet, ambasadat e huaja, ambasadat e vendeve arabe të gjitha ishin në Beograd. Edhe serbët i përvetësuan këto dhe vazhdojnë të përvetësojnë këto jashtëzakonisht. Kosova si vend vendi i fundit i ish Jugosllavisë që fitoi pavarësinë, ka pas mungesë edhe ndoshta edhe të lobimit në këto vende. Diplomacia dopt. Diplomacia nuk ka qenë në nivel të kënaqshëm dhe mendoj jemi vonu, domethënë me qenë se i përmendëm ambasadat, ne kemi hap ambasadën, kemi pas deri në vitin 2018 kemi pas vetëm një ambasadë dy ambasada në krejt lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore. 2 ambasada. Dhe atëherë në atë periudhë isha këshilltari i ministrit për përgjithshëm të Kosovës dhe bona një analizë, dolën që në linjën e mesme dhe në Afrikën Veriore, MENA region që quhen Middle East and North Africa, Kosova kishte 2 ambasada, një në Senegal dhe një në Arabinë Saudite, ndërkohë Serbia kishte 25 ambasada. Paramendo tash ty kur thu nuk po na njohin shtetet afrikane ose mes paramendon që 25 ambasada çfarë lobimi munden me bë. Dhe për këtë arsye ne planifikuam atëherë me ish ministrin Vacolli dhe i bënëm planin për hapjen e 4 ambasadave në linjën e mesme dhe ambasada të tjera të cilat u hapën në Portugali, në Tajland dhe në Bangladesh, si dhe hapjen e 2 ambasadave në Emirate dhe në Katar. Mendoj mungesa e lobimit ka ndikuar mos njohjen e realitetit të ri në shtetet e Jugosllavisë, në këtë rast edhe në Kosovë. Kosova nuk është lajmi kryesor në lajmet ndërkombëtare sot, ose në vitin 2008 kur ka shpall Kosova pavarësinë. Domethënë Kosova ka qenë në lajmet ndërkombëtare në 99-ën, por jo pas 99-ës. Sot kemi kriza të ndryshme në botë, sidomos në linjën e mesme, kriza palestinezo-izraelite vazhdon të jetë lajmi i parë, i dytë e i tretë në çdo medium të vendeve arabe. Domethënë kemi kriza të tjera në botë të ndryshme, në Sudan, në Yemen, sot jo Ukraina, jo domethënë lindja e largët, domethënë konflikte shumë të mëdha në botë saqë të harrojnë. Për këtë arsye ekzistojnë edhe misione diplomatike. Për atë arsye duhet me bë një diplomaci shumë aktive në mënyrë që ti të jesh në qendër të vëmendjes të këtyre vendeve. Kur ti je ambasador me një vend, kur ti ke ambasadore në një shtet. Dhe kjo është ajo pozitiviteti që mundet të bëjë një shtet, që me një shpenzim shumë të vogël, me një ambasadë shumë të vogël, me 2 zyrtar, me një ambasador dhe një diplomat, domethënë 1+1 që quhet, mundesh me përfaqësu shtetin tonë në atë vend dhe në shtetet në rreth saj, duke qenë prezent në çdo event kur je ti atje. Shembull, nëse nuk teprohet, në takimet që i kisha me zyrtarët në Emiratet Bashkuara Arabe dhe në Katar, kur unë i shpjegoisha që Vučići, presidenti aktual i Serbisë, ka qenë zëdhënës i partisë Miloševićit. Ka qenë ministri i punëve ato vite, ishte Dačić, i cili ka qenë po ashtu i partisë Miloševićit.
kryetarja e parlamentit Serbisë Gojković, që ishte në vitet në 2018-2019, ajo ka qenë zëvendës kryeministre në kohën e Miloševićit. Ata u habicën si është e mundur, vetëm Milošević ka shku në hog, dhe sot të gjithë vartis e tij, të cilët kanë miratu politika genocidiale të Miloševićit, janë ende në pushtet. Domethënë ata nuk i kanë ditë këto. Si kanë ditë informata. Domethënë kërkohet që të kesh takimet, kërkohet që ti të trokasësh në dyert e të gjitha vendeve, sepse secili shtet i ka probleme të veta, i ka probleme të rajonale, e pastaj ato që janë edhe globale. Do me thonë, momentalisht bota arabe pothuajse e gjithë këtë e pranë. Jo, janë gjysmë e shteteve arabe të cilat e njohin, prej 22 shteteve, do me thonë, për mi gjysmë, rreth 12 shtete e njohin pavarësinë e Kosovës, të tjerat jo. Maroku ka problemin e vet me Saharën perëndimore, sepse ajo kërkon pavarësinë, këta nuk e japin dhe kanë frikë se mund të ketë njëjtë si Spanja. Po, sikur kemi rastin e Spanjës. Po ashtu kemi edhe Algjerin, njëjtën rrugë ka marrë Tunizia, sipas një analize që kemi bën atë kohë, kanë qenë rreth 800 kompani serbo-tuniziane që kanë biznes të përbashkët. 800 kompani. Domethënë njoja nuk është vetëm pse dëshiron ose nuk dëshiron ai popull, janë edhe interesat ekonomike të cilat e bëjnë vazhdimisht e përmendi në politikën e jashtme, që ka thonë Churchilli, there is no brotherhood between states, nuk ka vllaznillëk mes shteteve, there is political and economical interest, ka interesa politike dhe ekonomike, dhe këtu hyn edhe ekonomia, domethënë ajo që e thash më herët, vazhdimësia e domethënë trashëgimisë së Jugosllavisë që e ka marrë Beogradi, ka marrë edhe kompani të cilat kanë qenë në këto vende dhe vazhdimisht sot ke raporte biznesore mes Serbisë dhe shumë vendeve të botës arabe, dhe edhe këtu një pengesë, por edhe pengesa tjetër edhe geopolitika, për shembull shumë shtete si Rusia kanë ndikime të mëdha në ato vende të botës arabe. Kemi rastin e fundit për shembull në Siri. Domethënë mos harrojmë Siria, Iraku kanë qenë shtete të udhëhequra nga parti komuniste dhe normalisht që kanë pas raportet me Rusinë të afërta, dhe për këtë arsye dhe s'na kanë njoftë. Dhe këto janë domethënë probleme të cilat është e nevojshme në takimet zyrtare që të fliten dhe të sqarohen, se rasti i Kosovës ka qenë vërtet sui generis, nuk është rast i ri. Kosova ka qenë shtet edhe gjatë kohës perandorisë osmane, ka qenë vilajeti më i madh në rajonin e Rumelisë, të Ballkanit perëndimor të sotshëm, ka qenë vilajeti më i madh, kështu që nuk është ndonjë rast që mundet me ndiku tek politikat ose tek shtetet e tjera të cilat kanë edhe probleme të tjera me minoritete ose diçka. Kosova nuk e ka atë problem, domethënë ka qenë shtet për herë, por pas luftës së botërore ka ndryshuar disa kufi dhe ajo është vetëm një periudhë shumë e shkurtër që na ka lidh Kosovën me Serbinë ose me Jugosllavinë. Përndryshe, ne s'kemi pas kufalidhje me slavët. Vërtet. E cekat Jordani si studime, momentalisht Jordania e njeh Kosovën? Po, Jordania është prej shteteve të para që njohin Kosovën pas Emirateve. Emiratet, Jordania, Katari. Arabia Saudite, Katari, Kuvajti, Bahreini, Jordania, Egjipti, domethënë Mauritania, Gjibuti, sepse edhe Gjibuti hyn kuadër të shteteve të Ligës Arabe, ka të 22 shteteve, po këto janë shtetet e cilat njohin Kosovën.